Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Ndërtimi i Ka'bes nga Ibrahimi a.s. dhe Ismaili a.s. Pas shumë vitesh udhëtimesh, sprovash dhe bindjeje ndaj urdhrave të Allahut, pejgamberi Ibrahim, paqja qoftë mbi të, u kthye në tokën e shenjtë të Mekës. Aty ku më herët kishte lënë gruan e tij Haxherën dhe djalin e tyre Ismailin a.s. në urdhër të Allahut. Meka atëherë ishte një vend i thatë, pa bimësi, pa ujë, pa njerëz, por me mëshirën e Allahut, uji i Zemzemit ishte buruar në këmbët e vogla të Ismailit dhe me kalimin e kohës, Isi Xhurhum u vendos aty dhe vendi filloi të popullohej. Ismaili ishte rritur tashmë dhe ishte bërë një djalë shifor dhe i bindur ndaj Allahut, njësoj si babai i tij. Ibrahimi a.s. vazhdonte ta vizitonte nga larg me dëshirë e madhe, derisa një ditë Allahu i madhëruar e urdhëroi që të ngrinte shtëpinë e shenjtë Ka'be në atë vend. Ishte pikërisht vendi që më parë ishte i shenjtë që në kohët e para të njerëzimit. Vendi ku Ademi a.s. kishte adhuru Allahun. Ibrahimi nuk e kundërshtoi as pak urdhrin. Ai thiri birin e tij: "O birim, Allahu më ka urdhëruar të ndërtoj një shtëpi për të." Ismaili u përgjigj: "Bëj atë që të është urdhëruar, o baba. Jam me ty në këtë vepër të madhe." Ata dy u ngritën së bashku në fushën e Mekës dhe filluan ndërtimin. Ishin vetëm ata të dy, një baba dhe një bir. Duke ngritur themelët e shtëpisë së Allahut, ata nuk ishin thjesht ndërtues të një ndërtese, ata ishin shërbëtorë të bindur të Zotit të botëve. Çdo gur që vendosnin, ngrinin edhe një lut. Zoti ynë, pranoi prej nesh, vërtet ti je dëgjuesi i gjithditur. Ismaili sillte gurët ndërsa Ibrahimi i vinte në vend. Muret ngriheshin ngadalë dhe ndërsa ndërtonin, qëndronin të përulur dhe të përqendruar në adhurim. Kur muri filloi të ngrihej lart dhe nuk arrihej më me dorë, Ismaili solli një gur të madh, mbi të cilin u ngjit Ibrahimi. Ky gur më vonë do të quhej Maqami Ibrahim dhe mbi të mbeti shenja këmbëve të tij si një shenjë e përhershme për pasardhësit. Ndërtimi i Ka'bes vazhdoi me kujdes dhe ata ngritën atë në formën katrore që njohim sot. Brenda saj nuk kishte histori as idhuj as pasuri, vetëm për kushtim ndaj një Zoti. Ata nuk e ndërtuan për lavdi as për famë, por për të qenë një vend ku njerëzit do të drejtoheshin në lutje dhe adhurim. Pas përfundimit të ndërtimit, Allahu i zbriti Ibrahimit fjalët: "Thirr njerëzit për haxh." Dhe Ibrahimi u ngjit në një vend të lartë, ngriti duar dhe thirri: "O njerëz, Allahu ka bërë obligim mbi ju haxhin, ndaj ejani në këtë shtëpi për ta vizituar." Dhe Allahu bëri që zëri i tij të dëgjohej nga brezat e mëvonshëm. Çdo njeri që do të vinte në jetë me zemër të pastërt, do t'i përgjigjej kësaj thirrjeje: "Jam këtu, o Allah, jam i pranishëm." Ka'bja u bë kështu pika qendrore e adhurimit të pastërt monoteist. Meka u bë vendi më i shenjtë në tokë. Dhe ndonse shekujt do të kalonin dhe njerëzit do të largoheshin nga besimi i vërtetë, kjo shtëpi do të qëndronte. Me vonë ajo do të ndotet me idhuj, por do të pastrohet përsëri nga i dërguari i fundit Muhammed a.s. Por ndërtimi i Ka'bes nuk ishte fundi i misionit të Ibrahimit dhe Ismailit. Ata vazhduan të luteshin: "Zoti ynë, bëj një popull prej pasardhësve tanë që të adhurojnë ty. Dërgoj një të dërguar nga mesi i tyre që do t'u lexoj shpalljen tënde, do t'i mësoj librin dhe urtësinë dhe do t'i pastroj ata." Kjo ishte një lutje që do të plotësohej pas mijëra vitesh me dërgimin e pejgamberit Muhammed a.s. pasardhës i Ismailit. Ka'bja mbeti simbol i pastërtisë dhe përkushtimit ndaj Allahut. Ajo nuk ishte ndërtuar për madhështi të jashtme, por për një qëllim të lartë shpirtëror, të bashkojë njerëzit në adhurim të Zotit të vetëm. Dhe për këtë shkak edhe sot e kësaj dite, miliona muslimanë në gjithë botën kthejnë fytyrat e tyre drejt saj, duke i përgjigjur thirrjes së një pejgamberi që ndërtoi një shtëpi me dorën e tij për hir të Allahut.